Tirana në basketbol për femra, kategoria U18 është shpallur kampione e Shqipërisë, sapo mundi në finale ekipin e Vllaznisë. Olsi Muca, trajneri i Tiranës, urime profesor. Faleminderit. E vështirë sot Shkodër? E vështirë për shkak se vinim nga gjithë sezonin në cilin e kishim vetëm me një humbje, ishim vend e parë dhe ishim ekip pretendent, po fusha tregoi gjithçka më ndryshe. Vllaznia ishte ekip në të cilin na ka pasur vështirësi edhe gjatë sezonit, po e tregoi edhe në finale që ishte pretendenti kryesor pas Tiranës për ta fituar këtë titull. Lunën në një fushë shumë vështirë, në të cilën kemi hasur vështirësi edhe në gjatë sezonit, por më në fund ja dolëm. Fillua të mirë, por Vllaznia ju barazoi dhe mori avantazhin për shumë minuta. Perioda 4 ishte me sukses. Perioda 3 pati cikrënje, Vllaznia u përmirësua taktikisht. Vllaznia u përmirësua taktikisht edhe gocat tona patën gërç në sulm, po në periudhën e 4 u kthjellu gjithçka. Vajzat nga stoli të cilat dhanë maksimumin ishin ato që ngritën ritmin e lojës 2 fish akoma më shumë. I kënaqur me këtë brezë Shumë i kënaqur për këto vajza, por më i kënaqur për ato që po vinë në vazhdim, pasi ato ishin lojtarët kryesorë në të cilat ne mbështetim edhe nga stoli. Dhe ja kemi dhënë mundësinë për vajzave të 6 metrës, 4 metrës, ekipeve zinxhir të tjera të cilat mund kontribuojnë në çdo kampionat, për si dhe sot që erdhën nga stoli dhe ndihmuan ekipin në mënyrë maksimale. Sukses profesor. Faleminderit.